Elhamdulillah, besoj që në përgjithësi prej ku kemi qenë vlerë dhe ku jemi, besoj që ti po ashtu je vetëdijshme se je fushës, e kupton që ndryshimi i ndërgjegjësimit në çat aspekt është shumë më i lartë, po ka njëherë po më duket sikur në një farë forme po ka shumë ndarje ekstreme prap. Nuk e shoh të ndar besimin prej, po menoj besimin, aspektin spiritual, nuk e shoh të ndam prej aspektit psikologjik. Unë personalisht si besar i shoh si diçka që janë tepër të lidhuna, ndërlidhuna me njëra tjetrën që e plotësojnë, jo që e plotësojnë se s'ka çka e plotëson Islamin atë kuptim, po na dim që psikologjia dhe psikoterapia janë ma shumë disa metoda dhe teknika, okay? Kuptimin ti e ki në Islamin faktikisht. Aty e ki atë definimin për kufizimin e gjitha gjanave që cilat ty kanë me të dasht. Shpesh herë ka njëherë kur vjen puna me klienta, unë jam xheloze, nuk du me teknika me më kallëzu mu sa e rëndësishëm është rregullimi emocional. Nuk du me përdor metoda psikologjike, jo që s'du me përdor metoda psikologjike, po s'du me menu që shpresa e vetme është e to. A kupton? Se na duhemi me kuptu mas pari vlerën e Islamit që e kemi. E para punës, domethënë, kush ka fol për rregullat komunikimit. Ka fol për rregullat qysh me trajtu veten, ka fol për rregullat qysh me mendu ti për veten, qysh me menu për Zotin, ka thirrë në vetnjohje. Domethënë, hadithi kush e njeh veten e njeh Zotin. Domethënë, a din sa shumë aspekte ka aty të cilat ti na sta diçujna metoda dhe teknika, diçysh atë nuk është aq e vogël ajo. Po, mund me qenë metoda dhe teknika. Po bazamenti edhe esencialja e saj, domethënë brumi i saj është komplet dikun tjetër. E na duhemi mu krenu me atë sen si besimtar. Jo për shkak se po duhet me qit poshtë. Po, është veç një shkencë. Kupton? Islami është sistem jetësor, ndërsa aspekti terapeutik apo terapia në përgjithësi është thjesht një shkencë edhe një rrugë të cila e lehtëson që na me kuptu ma mirë nëse veç nuk kemi arrit me kuptu aspektin fetar edhe religionin edhe mënyrën se qysh me prezentu. Domethënë qysh e din atë debatin e famshëm ndër vitesh historikisht të freudianëve edhe jungianëve, domethënë e din që Freudi e ka pa Freudi e ka pa në një farë forme një problematikën veti, domethënë që shkakton psikozë dhe neurozë, okay, që nuk është punë e vogël, faktikisht korrektur. Pse nëse shohim sot edhe nëse adaptojmë sot me gjëra që na po ballafaqohemi vlerë si ti si unë edhe shumë tjerë profesionistë shëndetit mendor, ti e vren që po ka elementet asaj. Po jo që shka thonë Freudi se, domethënë, besimi vetë që të rrugë e ka, domethënë, psikozën dhe neurozën, okay? Mas ne Jungu ka thonë jo, se aspekti spiritual nxit persona, nxit individet, domethënë me pas edhe me zhvillu një qëllim madhor për jetën e tyne, një kuptim më të madh për jetën e tyne, edhe me ndjek edhe me jetu në bazë të atij kuptimi. E din Viktor Frankl mas nej te libri në kërkim të vërtetës, okay? Të kuptimit faktikisht. Në kërkim të kuptimit çka ta tregon domethënë për luftën e nazistëve, se qysh kanë ndiku të ata edhe masakrat edhe dhunën edhe atëfar ku diune, persekutimin që kanë pas ata kush kanë qenë të mbijetuarit, krejt ata që kanë pas një ideal edhe besimin në Zot. Kanë pas një ideal me jetu edhe ka pas besimin në Zot. Domethënë krejt të gjana, nëse him te Maslowi, te hierarkia Maslowit, tregon diçka, thot Maslowi deri në një kohë ka qenë deri te vet aktualizimi, na e dim qysh vim deri te vet aktualizimi. Domethënë shumë aspekte janë në goxha një rrugë gjatë, derisa të vjen te ajo pjesë, po ti duhesh me pas thjesht te vet aktualizimi, duhesh me pas idenë për veten, edhe produktivitetin ton, edhe pozitën tone, edhe në një farë forme me ditë pse je ti që aty ku je edhe çka ki me dhonë, çka ki me dhonë ti pe vetes, në shërbimin e çkafit jeti. Mas ne e ka ripërpunu edhe ka thonë ka dalë se ko ka vetë transcendenca, ko ka një tjetër aspekt ma madhor, dikur ma vone ka thonë Maslowi qa, pse? Se dush me gjetë një kuptim ma madhor, s'po mjaftoj ka veç mi përmbushi to nevojat, okay? Po dash ka mas nej diçka shumë ma shpirtnore, shumë ma spirituale, shumë ma madhore me gjetë, që me mri deri te ai balancimi i këtyne aspekteve tona, domethënë për me pas stabilitet jetësor, na pa u dash ka me pas edhe një kuptim madhor. Kush veç fes ta jep ty këtë sen? Domethënë kush veç lidhjes me Zotin ty ta jep këtë gjë. Domethënë e dim që në të gjitha mënyrat rruga çon prapë te njëjta gjë, që e quajmë Zot edhe Islam.
e çujon. Po. Okej, besoj që edhe shumë të tjerë. Kështu që kjo, përmes këtij rrugtimi na jemi aty faktikisht realisht besoj te vetja jon më e mirë edhe te përmbushja e potencialit tonë.